Edi Rama është rikthyer në Korenë e Jugut pas 24 vitesh, kësaj here jo si kryetar bashkie, por si kryeministër i Shqipërisë. Këtë të mërkur, kryeministri u prit nga homologu i tij koreano-jugor Kim In-sok, me të cilin u diskutua dhe forcimi i marrëdhënieve mes dy vendeve. Biseda u fokusua gjithashtu tek teknologjia, ku u vu në dukje fakti se Shqipëria ka emëruar diellën të parën ministre në botë për inteligjencën artificiale. Kryeministri Kim In-sok është shprehur se Korea e Jugut i kushton një rëndësi të veçantë zhvillimit të AI dhe teknologjive të avancuara. Nga ana e tij, Rama u shpreh se Korea e Jugut është një burim frymëzimi për Shqipërinë, sa i përket zhvillimit kombëtar. Në konferencën aziatike të leadershipit, ai tha se të dy vendet kanë ngjashmëri, pasi kanë kaluar vështirësi historike dhe kanë arritur zhvillimin ekonomik dhe demokratik, pavarësisht sfidave. Shqipëria ishte Korea e Veriut e Europës dhe sot ajo po ecën në një tjetër rrugë, thellësisht ndryshe. Një rrugë ndërtimi institucionesh, modernizimi drejt Bashkimit Evropian. Institucionet mund të ndërtohen edhe kur një vend dikur i kufizuar nga izolimi mund të frymëzohet nga aspirata. Kjo është vetëm një prej arsyeve pse për mua është kuptim plot të jem në Seul. Më herët, kreu i qeverisë zhvilloi takime me sipërmarrës të kompanive më në emër të teknologjisë së Koresë së Jugut, si LG Group, Kia Corporation dhe Lotte Group. Gjithashtu, vizita e Ramës në Azinë e Largët vijon të njëjtën, ku kreu i qeverisë do t'i drejtohet Japonisë, ku do të pritet nga homologja e tij në një takim zyrtar në Tokyo.